إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرض وخالق كل شيء. Falënderimi takon i gjithë Allahut, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dhe tek ai kthehemi me pendim. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga sherri i vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Atë që Allahu udhëzon askush nuk mund ta humbas. E atë që ai e lënë humbja askush nuk mund ta udhëzojë përpas tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një dhe të pashok, Zoti të parëve dhe të fundit, mbajtësi i qiejve dhe i tokës, krijuesi i të gjitha krijesave. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij, dhe askush nuk meriton adhurimin përveç tij. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i zgjedhuri dhe miku i dashur i tij. Ai e përcolli mesazhin, e kreu amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi në rrugën e Allahut ashtu siç duhet derisa i erdhi aty vdekja prej Zotit të tij. Nuk lasje të mirë pa ja treguar dhe orientuar dhe nxitur në të umetin e tij, dhe nuk lasje të keqe pa e paralajmëruar prej saj. Lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen dhe mbi të gjithë shokët e tij. E më pas, o ju besimtar, kijeni frikë Allahun, sepse devotshmëria ndaj Allahut është shpëtim për robin në këtë botë dhe në botën tjetër. O ju besimtar, dijeni Allahu mëshiroft se sprova më e madhe dhe më e rrezikshme nga e cila të gjithë njerëzit janë në rrezik është sprova e Dejjalit. Ai është e keqja që pritet të shfaqet. Është sprova e madhe, më e rënda dhe më e rrezikshme. Allahu nuk dërgoi as pejgamber, verse e paralajmëroi popullin e tij për Dejjalin. Madje profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, siç transmeton Muslimi në saktin e tij nga Imran ibn Husaini radhiyallahu ta'ala anhu, ka thënë: "Ma bayna khalqi Adama ila qiyam as-sa'a amrun akbar min ad-Dajjal." Nga krijimi i Ademit deri në ditën e Kiametit nuk ka ndonjë çështje më të madhe se Dejjali. Ndërsa El Hakim transmeton me fjalët: "Nuk ka sprovë më të madhe dhe më të rëndë tek Allahu se sa sprova e Dejjalit." Prandaj çdo musliman duhet të jetë i kujdesshëm prej saj, robër të Allahut. Në këtë ligjërat do të përmendim disa çështje madhështore, të cilat me lejen e Allahut e shpëtojnë njeriu nga sprova e Dejjalit. Është e domosdoshme që secili prej nesh t'i kuptojë mirë dhe t'i zbatojë ato. Një nga shpëtimet më të mëdha është shtimi i kërkimit të mbrojtjes tek Allahu nga sprova e Dejjalit dhe kujdesi i madh për këtë lutje. Profeti sallallahu alaihi wasallam kërkonte shpesh mbrojtje prej saj pra nga sprova e Dejjalit dhe urdhëronte edhe të tjerët ta bënin këtë. Koha më e rëndësishme dhe më e volitshme për këtë është pas të shahudit dhe para selamit në çdo namaz farz apo vullnetar. Imam Muslimi transmeton nga Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur ndonjëri prej jush të përfundojë të shahudin, le të kërkojë mbrojtje tek Allahu nga 4 gjëra duke thënë: O Allah, unë kërkoj mbrojtje tek ti nga dënimi i xhehenemit, nga dënimi i varrit, nga sprova e jetës dhe vdekjes dhe nga e keqja e sprovës së Mesihut Dejjal." Madje disa dietarë kanë thënë se kjo lutje është e detyrueshme para selamit. O ju besimtar, një shpëtim tjetër nga sprova e tij është që njeriu të largohet nga fitnet, pra nga trazirat, shkaqet dhe vendet ku ato ndodhin. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sami'a bid-Dajjal falyanha anhu." Kush dëgjon për Dejjalin, le të largohet prej tij, pra mos përballet me të.
ky largim kërkon që njeriu ta stërvit veten e tij qysh më pash, të largohet nga fitne, pra nga trazirat dhe nga mashtruesit, sepse para Dejjalit të madh do të dalin shumë Dejjal të vegjël, mashtrues, gënjeshtar, që përgatisin njerëzit për daljen e tij. Për këtë arsye profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë se yakunu fi ummati dajjaluna kadhabun. Ka thënë në mesin e umetit tim do të ketë Dejjal dhe gënjeshtar. Prandaj muslimani duhet të shmang fitnet, shkaqet të vendet e tyre, sepse nuk ka mbrojtje më të mirë prej fitneve se sa largimi prej tyre, pra mos përballja dhe mos përfshirja në to. O ju besimtar, një nga shpëtimet më të mëdha gjithashtu është kujdesi për ripërtëritjen dhe rinovimin dhe forcimin e imanit, sepse vërtet imani është mbrojtje nga fitnet. Në të saktin e muslimit përmendet se kur Dejjali të vi pranë Medinës, do ta gjej pra Medinën e pejgamberit selam të ruajtur nga melaiket dhe nuk mund të hyjë në të. Pastaj profeti alayhi salatu selam tha, ai do të zbres në Sebha pranë Medinës dhe Medina do të dridhet 3 herë. Atëherë prej saj do të dalë pra jashtë çdo besimtar dhe çdo hipokrit, ndërsa besimtari për shkak të imanit të tij do të jetë i mbrojtur. Gjithashtu kur profeti sallallahu alaihi wasallam përmendi se mes syve të Dejjalit është shkruar fjala kafir, pra jo besimtar, tha, do ta lexoj çdo besimtar, qoftë dia i shkrim e lexim apo jo. Ndërsa jo besimtari, sa do të ketë shikim të mpret dhe të di të lexoj, nuk do ta lexoj dot, sepse është i verbër në zemrën dhe në shpirtin e tij, kurse besimtari, Allah na bëj prej tyre, Allahu ja ka ndriçuar zemrën me iman dhe kjo do të jetë shkak për shpëtimin e tij nga sprova e Dejjalit. O ju besimtar, dijeni Allahu mëshiroft se një shpëtim tjetër nga sprova e Dejjalit është kujdesi për veprat e mira, adhurimet e sinqerta dhe afrimi tek Allahu te baraka ve taala përpara se të vinë fitnet, pra trazirat dhe sprovat. Në të saktin e muslimit, profeti Muhammed alayhi salam ka thënë, badiru bil a'mali sittan, dhe më pas ta ad-dajjal wa ad-dukhan wa dabatu al-ard wa tulu'u ash-shamsi min maghribiha wa amru al-'amma wa khuwaisata ahadikum. Pra në këtë hadith profeti selam tha, shpejtoni në vepra të mira para se të ndodhin 6 gjëra. Dhe përmendi Dejjali, tymi, kafsha e tokës, lindja e diellit nga perëndimi, çështja e përgjithshme pra e kiametit dhe vdekja e secilit prej jush. Kuptimi i fjalës së tij alayhi salatu selam, shpejtoni, është nxitoni drejt veprave të mira dhe garoni në kryerjen e tyre, sepse vërtet veprat e mira që i bën njeriu në kohën e qetësisë, rehatisë dhe mirëqenies së tij, me lejen e Allahut janë mbrojtje për të në kohën e fitneve dhe vështirësive, duke ruajtur atë nga ndotja me të këqijat e tyre dhe nga mashtrimi me të pavërtetat dhe me të kotën e tyre. Për këtë arsye, në dy të saktit, pra në saktin e Buhariut, transmetohet nga Ummu Salama, bashortja fisnike e pejgamberit selam, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila tha, استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين. فرواه مسلمة një natë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u zgjua i trembur dhe tha subhanallah. Pra, thoshte, ose subhanallah se Allahu akbar, kur habiti ose kur trembej. Pra i përsosur nga të metat është Allahu. Çfarë thesare ka zbritur Allahu dhe çfarë trazirash dhe fitnesh dhe kaosi ka zbritur. Kush do t'i zgjojë banorët e dhomave, duke pasur për qëllim gratë e tij që të falen, pra natën. Kjo do të thotë, dashur vëllezër, se namazi, veprat e mira dhe nxitimi drejt adhurimit janë shpëtim. Ndaj të pendohet gjunaqari
të forcohet edhe të përsoset ai i mangëti në vepra, ai që i mangët namazet i plotësoj namazet e tia, ai që i mangët në farzën e i plotësoj ato, ai që bën gjunahet pendohet e ai që i dorë prej tyre, se do të dim pra sprova dhe trazjera të mëdha. Pra do të thotë se namazi, veprat e mira dhe nxitimi drejt adhurimit janë shpëtim, siguri dhe mbrojtje për njeriu nga trazjerat dhe nga kaosi që ne presim. Po ju besimtar, një tjetër prej gjërave që shpëtojnë njeriu nga sprova e Dejxhalit është ta njohë përshkrimin dhe gjendjen e tij, ashtu siç e ka sqaruar dhe shpjeguar profeti ynë fisnik Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë janë transmetuar shumë hadithe, ndërto është hadithi që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi nga sahabiu fisnik Anas ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: "Ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzara qawmahu al-a'wara al-kadhdhab, innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war, maktubun bayna 'aynayhi kafir." Profeti selam tha në këtë hadith, Allahu nuk ka dërguar asnjë pejgamber verse e ka paralajmëruar popullin e tij për gënjeshtarin qorr. Ai është qorr në njërin sy, ndërsa Zoti juaj nuk është qorr. Midis syve të tij është shkruar pra kafir, siç e përmendëm dhe më parë, dhe e lexon këtë me qartësi dhe me kollajllëk çdo besimtar, qoftë ai i kënduar apo i pa kënduar. Pra në këtë paralajmërim profeti alayhi salatu wasalam tha gjithashtu: ju nuk do ta shihni Zotin tuaj derisa të vdisni. Pra për zjalli nuk keni për ta parë Zotin tuaj. Kjo o robër të Allahut, sepse kur Dejxhali do të dalë në fundin e kohës, Allahu do ta sprovojë dhe ta pajisë atë me gjëra të jashtëzakonshme dhe me fitne të mëdha, të cilat do të mashtrojnë shumë njerëz, burra dhe gra do të jenë më të shumta, përveç atyre që Allahu i mbron dhe i ruan ata. Ai pra Dejxhali do të kaloj pranë një fshati ose qyteti dhe do t'i thërras banorët e tij ta besojnë dhe ta pranojnë pra si Zot. Nëse e besojnë, ai Dejxhali do t'i thotë qiellit të lëshoj shi dhe shiu do të bjesh. Do t'i thotë tokës të mbijë dhe ajo do të mbijë dhe në transmetim do të diri thesaret arin dhe argjendin e saj. Pra do të pasurohen ata që e pasojnë dhe besojnë si Zot, Zot na ruaj. Ndërsa kur të kaloj pranë njerëzve që e përgënjeshtrojnë, do t'i lërë ata dhe toka e tyre do të mbetet e thatë, pa bimësi dhe pa prodhime. Kjo është vërtet një sprovë dhe prodhim nga Allahu i madhruar, që të dallojë të keqin nga i miri, të sinqertin nga gënjeshtari dhe besimtarin nga hipokriti. Allah na ruaj. Na e lutim Allahun e lartësuar që të na përforcojë të gjithëve në iman, të na mbrojë nga sprovat dhe trazierat, ato që janë të dukshme dhe ato që janë të fsheta, të na përmirësojë të gjitha çështjet tona. Vërtet ai është dëgjuesi i lutjeve tona, ai është i denjë për shpresë dhe ai na mjafton neve sa mbrojtës i mirë është ai. I kërkoj falje Allahut për vete dhe për ju kërkojni Allahut falje, vërtet ai është falës dhe mëshirues i madh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi shumë i takon Allahut, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut një dhe të pashok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe dërguari i tij. Lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen dhe mbi të gjithë shokët e tij. E më pas, o robër të Allahut, kijeni frikë Allahun me një frikë të merituar edhe të vërtetë. Robët e Allahut, po ashtu prej gjërave që e mbrojnë njeriu nga sprovat e Dejxhalit është mësimi përmendësh i 10 ajeteve të para të surës Al-Kahf, pra kapitulli i shpellës. Në Sahihun e Muslimit profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: kush i mëson përmendësh 10 ajetet e para të surës Al-Kahf do të mbrohet nga sprova e Dejxhalit. Po ashtu në të saktin e Muslimit prej hadithit të gjatë të Nawas ibn Sim'anit, Allahu që të kënaqë me të, rreth provës së Dejxhalit profeti alayhi salam ka thënë: kush prej jush e arrin atë pra Dejxhalin, le t'ja lexojë atij ajetet e para të surës Al-Kahf.
Vëlla dhe motër besimtar, nëse i mediton thellë ajetet e para të surës El-Kehf, duke u thelluar në to me kujdes dhe duke kuptuar domethënien e kuptimet e tyre, do të gjesh në to kuptime të thella të besimit, pra të imanit, të njohjes së Allahut dhe madhështisë së Tij. Këto do të të ndihmojnë të mbrohesh nga sprovat, qofshin ato sprovat e Dejjalit apo sprovat të tjera përveç tij. Prandaj o robër të Allahut, nuk mjafton vetëm ti mësosh përmendesh këto ajete, por është e domosdoshme edhe ti kuptosh mirë dhe ti meditosh domethënien e tyre. Kjo gjë e forcon besimin, bindjen dhe njohjen e njeriu për Zotin e tij, duke qenë shkak për mbrojtjen dhe sigurinë nga të gjitha sprovat, ato të dukshme dhe ato të fshehta, me mirësinë dhe suksesin që jep Allahu te baraka ve taala. O ju besimtar, së fund mi dërgoni salavate dhe selame plota dhe të përsosura mbi profetin e zgjedhur dhe të dërguarin e përzgjedhur sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka urdhëruar Allahu në librin e tij fisnik kur thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe engjëjt e tij dërgojnë salavate mbi profetin. O ju që keni besuar, dërgoni salavate mbi të dhe përshëndeteni me selam të plot. Dhe profeti alayhis salam ka thënë hadithin e saktë: Men salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10. Kush dërgon një salavat të vetëm mbi mua, Allahu do dërgojë mbi të 10 të tilla. Dhe dita e Xuma është më meritore dhe jemi nxitur që të shtojmë salavate në ditën e Xuma. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Po Allah dërgoj salavate mbi Muhammedin, mbi familjen e Muhammedit, ashtu siç dërgove mbi Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Vërtet ti i lavdëruar dhe i madhruar, dhe begatoje dhe shpëtoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, ashtu siç e begatove dhe shpëtove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhruar. Ward Allahumma anil khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Ward Allahumma anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din wa 'anna ma'hum bimanika ya akram al-akramin. Po Allah i kënaqur me katër kalifët e drejtë, Abu Bekrin, Umarin, Uthmanin dhe Aliun, i kënaqur me të gjithë sahabët dhe me të gjithë ata që i pasuan ata me mirësi deri në ditën e gjykimit. Bëj që edhe ne, o Allah, të jemi me ta me mirësinë tënde, o më bujari i bujarëve. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. O Allah, jepu shpirtrave tanë devotshmërinë dhe fisnikroje, pastroje ata, sepse ti je më i miri që jep lirësi, ti je mbrojtësi dhe zotruesi tyre. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. O Allah, vërtet ne të kërkojmë ty udhëzimin, devotshmërinë, dëlirësinë dhe mjaftueshmërinë. Allahumma a'tina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna wa athirna wa la tu'athir alayna. O Allah, na jep e mos na privo, na shto e mos na e pakso. Na jep ne përparësi, na ndero e mos na lë pas të tjerëve. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dhe lutja e fundit është alhamdulillahi rabbil alamin.